Në agimin e qytetërimit njerëzor, shumë perandëri u ngritën dhe u zhduken, por vetëm një për tyre mban titullin e diskutueshëm dhe të frikshëm. Shteti i parë që nisi pushtimet e organizuara në botë. Ky shtet ishte perandëria akadiane, e ndërtuar nga një njeri që do ndryshonte historinë përgjithmonë, Sargoni i Madh. Lindja e një perandërie, rreth viteve 2333 para erës në tokat pjellore të Mesopotamisë, aty ku lumej Tigër dhe Eufrat ushqenin qytetin e parë të botës. U shfaq një figurë misterioze, Sargoni, një fëmijë i braktisur sipas legjendës, u rrit për të bërë komandanti më i fuqishëm i kohës së tij. Ai nuk u mjaftua me pushtetin brenda qytetit të tij. Ai donte të zgjaste kufit, të bashkonte qytete, të sunonte popull të rinj. Para tij, luftrat ishin kryesisht për mbrojtje apo për shkak të konflikteve lokale, por Sargoni solli diçka krejt tjetër, pushtime të planifikuara, ekspansione sistematike, strategji ushtarake dhe administrimin e territoreve të largëta. Ai krijoi atë që sot quhet perandëria e parë e vërtet në historinë njerëzore. Pushtimi i qytetërimeve të para. Nën komandantin e Sargonit, akadianët pushtuan qytet-shtetet sumere, më pas u zgjeruan drejt Sirisë, Libanit dhe Anadollit. Çdo qytet që binte në sundimin e tij bëhej pjesë e një sistemi të ri politik dhe ekonomik. Ai krijoi rrugët tregtare, garnizone ushtarake dhe vendosi gjuhën akadine si gjuhë e administratës, një lëvizje që ndikoi civilizimin për mijëra vite. Për herë të parë në histori, pushtimi u kthye në një mekanizëm për të ndërtuar rënd të ri botror, një sundimtar mbi ndikimin global. Pushtimet e Sargonit nuk ishin vetëm fushata ushtarake. Ai krijoi një ushtri të rregullt me rroga, strategjinë e parë të luftës me formacione të organizuara, zinxhir komandimi që mund të kontrollonin territore të gjëra. Fal tij, koncepti i perandërisë lindi. Rënja e një giganti. Ashtu si çdo pushtues i madh në histori, edhe Sargoni dhe pasardhësit e tij u përballen me kryengritje, urira dhe luftra të pafund. Rreth një shekulli pas vdekjes së tij, perandëria u shem, por ndikimi i saj nuk u shua kurrë. Historia e tij u bë model për mbretërit e ardhshëm, nga asirianët te persët, nga Aleksandri i Madh te romakët. Çdo perandëri e mëvonshme kishte brenda saj hijen e Sargonit, njeriu që hapi epokën e pushtimeve globale. Shteti i parë që nisi pushtimet nuk ishte thjesht një makinë lufte. Ai ishte një pikë these për njerëzimin. Qytetërimet filluan të lidhen, të përzihen, të ndërveprojnë me kultura të tjera. Pushtimet sollën tragjedi, por dhe zhvillime, teknologji të reja, shkëmbime kulturore, forma të reja të qeverisjes. Sot, në mijëvjeçarin e tretë, ende shihen gjurmë e atyre ndryshimeve. Historia e shtetit të parë që nisi pushtimet nuk është thjesht një rrëfim i dhunës, është tregim i ambicjes njerëzore, urisë për fuqi dhe dëshirës për të kontrolluar fatin e botës. Sargoni i Madh dhe akadianët e tij hapen një kapitull të ri, një kapitull që mbeti i hapur për mijëra vite.